paraqitet situata, është punuar dhe kur mund të themi që do hapet akseleratorin? Gjatë gjithë mbrëmjes, siç kam patur edhe mundësinë të diskutoj me disa për jush, është vijuar me punimet nga ana kontraktorit dhe ka pasur ritëm mjaft të mirë. Ura dhe terreni vazhdon të ketë pasur lëvizje dhe gjatë mbrëmjes, se kjo konfirmohet nga matet e bëra pak më parë. Ura paraqitet në një plan zhvendosje për 40 cm, pra një lëvizje le të themi 7 cm nga dita e djeshme që ne u ndam bashkë nga intervista, ndërkohë që në plan vertikal me 9 cm. Të njëjtën lëvizje, por jo në plan vertikal, vetëm në atë horizontal, e ka dhe nga ana e shkumbinit. Kontraktori vijon punimet intensivisht, siç ju mund ta dëshmoni për 2 orë tashmë që jemi këtu bashkë prezent, por aksi do të vijojë të jetë i mbyllur. Edhe mbrëmjen e sotme ne shpresojmë shumë që të arrijmë ta hapim në mesditën e tjeshme. Dhe vonesat, ma lejoni ta theksoj këtë, që nuk janë për shkak të këtij bypassi, sepse ky bypass po ecën shumë mirë, por ne po bëjmë një bypass sekondar, pak më sipër, duke qenë që kontraktori është prezent me punimet aty, dhe kjo për të siguruar dyshmëri trafikut për çfarë do lloj eventi që do ndodhi këtu. Jemi në pritje nga rezultatet, konkluzonet dhe rekomandimet nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, i cili ishte prezent këtu. Janë bërë 3 sonda, 3 sondime, dhe rezultatet paraprake tregojnë që ka një plan rrëshqitje deri në 7 metra, gjë të cilën për ne është pozitive për masat, le të themi, për veprimet që ne mund të marrim më vonë. Me sa jeni ndjeni drejtor, parashikoni që të përballemi me situata të tjera problematike, duke filluar që nga papri deri në autolisht ku po punohet aktualisht nga disa kompani? Ky sezon dimror ka qenë, le të themi, jashtë normales, jashtë standardeve. Pra çdo vit në këtë sezon të vitit ka probleme të rrëshqitjeve, por sikur më parë ne gjendemi në rreth 3 muaj pa ndërprerje shihesh. Kjo është ka shkaktuar këtë erozion të vazhdueshëm që është edhe rasti sotshëm. Gjatë këtyre 2 ditëve kam pasur mundësinë, le të themi, të shoh disa insinuata nga media apo portale të caktuara që e kanë referuar problemin të lidhur me punimet në lumë. Ka nisur hetimet prokuroria? Okej, nuk jam në dijeni të këtij fakti, por unë jam në dijeni të komunikimit që pata sot me drejtorin e ri të IKMT-s. Ka pasur një kontroll nga IKMT-ja dhe mund t'ju them dhe t'ju konfirmoj lajm që koordinatat janë sakta, lejet janë të miratuara dhe gjithë dokumentacioni është i rregull nga ana e kontraktorit. Këtë e kam konfirmim nga ana e drejtorit të IKMT-s. Në të tilla kushte pastaj do hetojnë ndoshta institucionet që kanë dhënë lejen. Megjithatë, nëse e vlerëson prokuroria, si do të vijojë ecuria e zgjerimit të mëtejshëm të kësaj rruge? A do të varet nga raporti i Institutit Gjeologjik? Raporti i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar ne do të na japë, le të themi, rekomandimet dhe do na udhëzoj për masat që ne do të ndërmarrim. Pra ne kemi nevojë më pas mbledhje me Këshillin Teknik të diskutojmë, le të themi, këto konkluzionet të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar dhe të adresojmë zgjidhjen. Ura, që e tham edhe dje, është e vitit 97, me dëmtimet që ajo ka pësuar këto ditë, praktikisht do të thoja që është degraduar dhe jashtë funksionit. Pra, kalimi mbi urë nuk do jetë më i mundur dhe ne po diskutonin pak më parë bashkë me inxhinierët që do jetë e domosdoshme, le të themi, dhe demontimi i saj. Faleminderit.
Faleminderit.